Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wazidna ilman, wa aslih lana sha'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Herën që kaloi vëllezër të nderuar, kemi hyrë në shpjegimin e këtij libri të bekuar, ku autori Allahu mëshiroft ka thënë: Bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Thot autori Allahu mëshiroft, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm, mëshirplot, ndije Allahu të mëshiroft se ne e kemi obligim të mësojmë 4 çështje. Herën që kaloi kemi folur në lidhje me fjalën e autorit Bismillahirrahmanirrahim, pra në lidhje me fjalën me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm, mëshirplot. Shpjeguam se ajo çka kihet për qëllim me fjalën Bismillahirrahmanirrahim, kur ne e themi, është se ne kërkojmë ndihmë dhe bereqet me të gjitha emrat e bekuar të Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplot. Shpjeguam se fjala me emrin, para fjala me në gjuhën arabe, vjen në kuptimin e kërkimit të ndihmës. Prandaj dhe dietarët thonë në shpjegimin e besmeles, se ajo do të thotë, po kërkoj ndihmë dhe bereqet me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirplot. Shpjeguam se fjala me emrin, fjala emrin, pavarësisht se është në numër njëjës, në shprehje, ajo vjen në kuptimin përgjithësues në numër shumës. Sikur personi po thot me të gjitha emrat e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirplot. Apo me emrat e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirplot. Pra, në numrin shumës, me emrat e Allahut. Më pas, dolëm në shpjegimin e 3 emrave të Allahut subhanahu wa ta'ala. E para është emri Allah, e dyta është emri Ar-Rahman dhe e treta është emri Ar-Rahim. Gjithashtu vëllezër të nderuar, kemi shpjeguar më parë se titulli i librit është 3 baza dhe argumentet e tyre. Dhe se këto 3 baza i referohen 3 pyetjeve dhe përgjigjeve të varrit. Kush është Zoti yt? Cila është feja jote? Dhe cili është profeti yt? Pra, këto 3 pyetje kanë të bëjnë me njohjen e Allahut, Zotit ton, njohjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, profetit ton, dhe njohjen së fesë ton islame me argumente. Për njohjen së Allahut është njohja e emrit Allahut. Pra, për njohjen së emrit Allahut është njohja e emrit Allah. Nga se besimtari në varr, kur të pyetet me pyetjen kush është Zoti yt, ai do të thotë Zoti im është Allahu. Kush është Allahu? Apo çfarë do të thotë emri Allah? Për këtë kemi folur herën e kaluar dhe thamë se emri Allah vjen me prejardhje gjuhësore nga fjala ilah, dhe se fjala ilah do të thotë i adhuruar. Për secilin nga këto 2 pika, pra se emri Allah vjen me prejardhje gjuhësore nga fjala ilah, dhe se fjala ilah do të thotë i adhuruar, për secilin nga këto të 2 kemi folur me argumente gjuhësore dhe të detajuara në mënyrë që muslimani të esi qartë në besimin e tij. Gjithashtu vëllezër të nderuar, prej emrave të Zotit ton që janë përmendur në besmele, tek fjala e autorit me emrin Allahut të gjithë mëshirshëm, mëshirplot, është emri Ar-Rahman, që do të thotë i gjithë mëshirshëm. Tham se ky emër tregon se Zoti ynë është i cilësuar me cilësinë e mëshirës, dhe se kjo mëshirë është e gjerë dhe gjithë përfshirëse. Qoftë për besimtarin apo jo besimtarin, qoftë për njeriun apo për kafshën. Mirë po, për jo besimtarin është vetëm në këtë botë, kurse për besimtarin është në këtë botë dhe në botën tjetër. Për dobive që dietarët përmendin në lidhje me komentimin e këtij emri, dhe se ky emër tregon për mëshirën e gjerë të Allahut me të gjitha krijesat, është dobia e përfituar nga ajeti ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin e madhënishëm,
thot Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Ar-Rahman ala al-arsh istawa. I gjithëmërshishmi, Rahmani u lartësua mbi arsh, pra mbi fronin e tij të madhënishëm. Pse është specifikuar ky emër i Allahut në këtë kontekst ku flitet për lartësimin e Allahut mbi çdo krijesë? Thonë disa prej dietarëve se kjo është për shkak se çdo gjë poshtë qenies së Allahut rron dhe jeton me mëshirën e Allahut të lartësuar nga çdo emet. Prandaj dhe thuhet në një ajet tjetër në surën Al-A'raf, ku thot Allah subhanahu wa ta'ala, qala adhabi usibu bihi man asha. Tha, do më thënë Allahu, tha, dëshkimi im kap këtë doj. Wa rahmeti wasi'at kulla shay. Kurse rahmeti im, mëshira im, ka përfshirë çdo gjë. Fasa aktubuha lilladhina yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladhina hum bi ayatina yu'minun. Atë, pra mëshirën, do ta caktoj për ata të cilët i ruan mëkateve, i ruan gjunaheve, e japin zekatin dhe për ata që argumentet tona i besojnë. Mirë po, sikur se ju thash më parë, në botën tjetër nuk ka më mëshirë për jo besimtarët. Prandaj, në komentimin e emrit Ar-Rahim, tregojnë disa dietarë se kjo është për besimtarët. Prandaj thuhet në ajetin tek sura Al-Ahzab, ku thot Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Dhe ai, pra Allahu, është Rahim, është i mëshirshëm ndaj besimtarëve. Pra Allahu i lartësuar ka përmendur se ai është Rahim ndaj besimtarëve, është i mëshirshëm ndaj besimtarëve. Kjo mëshirë është mëshirë e veçantë për besimtarën në këtë botë dhe në botën tjetër. Në këtë botë, nga se prej mëshirës së Allahut, besimtari udhëzohet në fenë islame. Në botën tjetër, nga se mëshira në botën tjetër është vetëm për besimtarët. Prej mëshirës së Allahut në botën tjetër është xheneti, e kurse xheneti është vetëm për besimtarët dhe për askënd tjetër. Ky sipas disa dietarëve është edhe kuptimi i ajetit që u citova më parë, ku thot Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla shay. Mëshira ime ka përfshirë çdo gjë. Nga sa ai është Rahman, i gjithëmëshirshëm me të gjitha krijesat në këtë botë, kurse në botën tjetër thot më pas, fasa aktubuha lilladhina yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladhina hum bi ayatina yu'minun. Atë, pra mëshirë në botën tjetër, do ta caktoj për ata të cilët i ruan mëkateve, e japin zekatin dhe për ata që argumentet tona i besojnë. Prandaj, Imam Taberiu transmeton në tefsirin e tij nga El-Hasan el-Basri dhe Qatada se ka thënë në lidhje me këtë ajet që u citova më parë, kanë thënë wasi'at fi dunya al-barra wal-fajir. Mëshira e Allahut ka përfshirë në këtë botë njeriun e mirë dhe të keq. Wa hiya yawm al-qiyamah lilladhina ittaqaw khassa. Kurse në ditën e Kiametit, ajo është e veçantë vetëm për ata që i druan Allahut, i janë friksuar Allahut, ata që janë ruajtur prej mëkateve. Gjithashtu, tham herën që kaloi se disa dietar për dallimin ndërmjet këtyre dy emrave, thonë se emri Rahman tregon për cilësinë e mëshirës së Allahut, kurse emri Ar-Rahim tregon për veprimin me këtë mëshirë. Dhe tham se ky komentim bëhet kur këto dy emra përmenden së bashku. Sa e përket kur përmendet vetëm njëra prej tyre, atëherë ajo përfshin kuptimin e cilësisë së mëshirës dhe kuptimin e veprimit me atë mëshirë. Kjo ishte përmbledhja e asaj që kemi folur herën që kaloi. Dhe sot, inshallah, do të vazhdojmë shpjegimin e pjesës tjetër të fjalës së autorit ku ka thënë: "I'lam rahimakallah annahu yajibu aleyna ta'allumu arba'i masail." Dije Allah të mëshiroft se ne e kemi obligim të mësojmë 4 çështje. Fjala e autorit Allah mëshiroft, "I'lam rahimakallah." Dije Allah të mëshiroft. Fjala dije është e kundërta e fjalës ignorancë.
dije është e kundërta e fjalës ignorancë. Andaj, për fjalës së autorit, dije përjashtohet ignoranca me dy llojet e saj. Duke qenë se fjala dije është e kundërta e fjalës ignorancë, prandaj dhe disa dietarë, sikurse Shehu Themini, Allahu mëshiroft, në komentimin e këtij libri, ka sqaruar se çfarë është ignoranca dhe cilat janë llojet e saj. Për të njohur se çfarë është ignoranca dhe për kufizimin e saj, duhet fillimisht të njohim llojet e saj. Dhe më pas të jepet për kufizimi për secilin prej tyre. Ignoranca, vëllezër, ndahet në dy lloje. El-jahl al-basit, ignoranca e thjeshtë. E dyta është el-jahl al-murakkab, ignoranca e përbërë. Çfarë është ignoranca e thjeshtë dhe çfarë është ignoranca e përbërë? Thotë Shehu Themini, Allahu mëshiroft, në shpjegimin e këtij libri, në faqen 18, thotë: el-jahl al-basit wa huwa adamu al-idrak bil-kulliyya. Ignoranca e thjeshtë është mos konceptimi diçkaje në mënyrë absolute, ose thënë ndryshe, është mungesa plot e dijes. El-jahl al-murakkab wa huwa idraku shay ala wajhin yukhalifu ma huwa alayhi. Thotë Shehu, ndërsa ignoranca e përbërë është konceptimi diçkaje, pra është njohja diçkaje apo kuptimi diçkaje apo perceptimi diçkaje ndryshe nga ç'është në realitetin e saj. Mbaron këtu fjala e Shekut Theminit, Allahu mëshiroft. Tani, them në lidhje me ignorancën e thjeshtë dhe ignorancën e përbërë, se shembull për ignorancën e thjeshtë është shembulli i atij personi që pyetet për shembull për numrin e rekateve të obliguara të namazit të drekës dhe thot shkurtimisht nuk e di. Pra, i pyeturi në këtë rast ka një mungesë të plot të konceptit të asaj për të cilin është pyetur. Ndërsa shembull për ignorancën e përbërë është po e njëjta pyetje e mëparshme, pra në lidhje me numrin e rekateve të obliguara të namazit të drekës, por në këtë rast nuk përgjigjet me fjalën nuk e di, por përgjigjet se ato janë 5 rekate. Namazi i drekës është 5 rekate, thotë. Në këtë rast kemi të bëjmë me ignorancë të përbërë. Pse? Nga se personi që është përgjigjur ka një koncept të gabuar dhe ndryshe nga realiteti në lidhje me numrin e rekateve të obliguara të namazit të drekës, që realisht janë 4 dhe jo 5, sikurse është përgjigjur. Pse quhet ignorancë e përbërë? Sepse këtu kemi të bëjmë me dy ignoranca. E para është ignoranca sa ai nuk e di atë çështje, pra ka një mungesë të plotë të dijes për atë çështje, që në shembullin e kaluar ishte njohja e numrit të obliguar të rekateve të namazit të drekës. E dyta është ignoranca se nuk e din që nuk e din. Pra ka një mungesë të plotë të dijes sa ai nuk e din se nuk e din atë çështje. Pra, e para është ignorancë më vete, sa ai nuk e din numrin e rekateve të obliguar të namazit të drekës, ndërsa e dyta, gjithashtu, është një tjetër ignorancë më vete, sa ai nuk e din se nuk e din, dhe përgjigjet sa ato janë 5, pra 5 rekate, në shembullin e kaluar. Pra, mirë që nuk e din, por edhe nuk e din që nuk e din. Mirë që nuk e din, por edhe nuk e din që nuk e din. Këtu janë përbërë dy ignoranca dhe secila është ignorancë më vete. Andaj, dhe është quajtur ignorancë e përbërë. Sikurse ju thash më parë, fjala e autorit Allahu mëshiroft, i'lem, dije, fjala dije është e kundërta e fjalës ignorancë. Andaj, prej fjalës së autorit përjashtohet ignoranca me dy llojet e saj. Ignoranca e thjeshtë dhe ignoranca e përbërë. Sigur në fjalinë e autorit, në mënyrën urdhërore, dije është nënkuptuar fjala mos i injoro këto 4 çështje, apo mos i në
ignorancë për këto 4 çështje. Pavarësisht se kjo nuk është e shqiptuar me gojë, mirë po kjo është e nënkuptuar. Pse? Nga se dituria është e kundërta e ignorancës. Dhe duke qenë se është e kundërta e ignorancës, dhe duke qenë se autori ka urdhëruar duke thënë dije, dhe duke qenë se urdhri për diçka është ndalesë për të kundërtën e saj, sikur se thonë shumica e dietarëve të usulul fik, prandaj për fjalës së autorit në mënyrën urdhërore dije, nënkuptohet ndalesa me të kundërtën e dijes, e cila është ignoranca me 2 llojet e saj. Sikur autori po thot, mos ine ignorancë për këto 4 çështje. El-Qarafi, Allahu më shërof, i cili është prej dietarëve të mëdhenj të usulul fik, ka thënë: "El-amru bi shay nahyun an jami'i adadihi." Thot El-Qarafi, urdhri për një gjë është ndalim nga të gjitha të kundërtët e saj. Më pas jep një shembull dhe thot: "Fa idha qala lahu ijlis fil bayt faqad nahahu 'an al-julus fi as-suq wal-hammam wat-tariq wal-bahr wa ghayri dhalik min al-mawadi' allati yudad al-julus fiha al-julus fil bayt." Thot, nëse dikujt i thuhet ulu në shtëpi, atëherë ai është ndaluar nga ulja në treg, në hamam, në rrugë, në det dhe në çdo vend tjetër, kur qëndrimi aty bie në kundërshtim me qëndrimin në shtëpi. Mbaron këtu fjala e El-Qarafit. Pra vëllezër të nderuar, kur autori, Allahu më shërof, thot dije, ky është një urdhër për të mësuar. Por kjo njëkohësisht është ndalim për të kundërtën e saj, e cila është ignoranca. Këtu kuptojmë dhe arsyen pse Sheikh Uthaymini, Allahu më shëroft, kur shpjegon fjalën e autorit i'lem, dije, shpjegon edhe 2 llojet e ignorancës. Tani le të dalim në shpjegimin apo sqarimin e përkufizimit të fjalës së autorit dije, apo thënë ndryshe, çfarë do të thotë fjala dije apo fjala dituri? Cilat janë shkallat e diturisë? Cilat janë shkallat e sigurisë? Dhe cilat janë shkallat e konceptimit? Dietari i nderuar Sheikh Suleiman Ruhaili, Allahu ruajt, thot në shpjegimin e këtij libri në faqen 42, në komentimin e fjalës së autorit, Allahu më shëroft, në fjalën e tij i'lem, dije, thot: "El-ilm huwa idraku shay'i ala haqiqatihi, idrakan jaziman la yahtamilu ma'ahu an-naqid." Thot, dituria është konceptimi i diçkaje, apo thon ndryshe, perceptimi i diçkaje, apo thon ndryshe, njohja e diçkaje, ashtu siç është në realitet, me një konceptim të sigurt që nuk ka mundësi të jetë ndryshe. Si kjo? Sikur se thënë disa dietar, bil mithal tattadih al maqal, nëpërmjet shembullit sqarohet shprehja, sqarohet fjala. Këtu Sheikh Suleiman Ruhaili, Allahu ruajt, jep një shembull dhe thot, për shembull, kur njeriu shkon në Mekë dhe e sheh Ka'ben, ai e di ekzistencën e Ka'bes me dije të vërtet, ashtu siç është në realitet, që nuk ka mundësi të jetë ndryshe, sepse ka parë vetë Ka'ben. Fa hadha huwa al-ilm, thasheu. Kjo është dituria. Mbaron këtu fjala e Sheikh Suleiman Ruhailit, Allahu ruajt. Tani them në lidhje me të, se më parë u sqarua se për fjalës së autorit, Allahu më shëroft, i'lem, dije, përjashtohet ignoranca me 2 llojet e saj. Ignoranca e thjeshtë dhe ignoranca e përbërë. Tani, duke qenë se për kësaj shprehje, për shprehjes i'lem, dije, ka edhe disa përjashtime të tjera, sikurse dyshimi dhe iluzioni, prandaj dietarët sqarojnë shkallat e konceptimit. Andaj Sheikh Suleiman Ruhaili, Allahu ruajt, thot në vijim të fjalës që u përsolla më parë në shpjegimin e këtij libri, thot: "Wa ulama'una yaqulun inna al-idrak lahu maratib." Thot shehu, dietarët tan thonë se konceptimi, perceptimi apo njohja ka disa shkallë. Ka disa shkallë. El-martabatu al-ula, shkalla e parë është el-ilm, është dituria. Wal-ilm lahu aidan darajat. Por edhe dituria ka disa nivele, ka disa shkallë, thot shehu. Wal-yaqinu yatafawat fi ash-shakhs al-wahid.
Siguria, bindja, yakini ndryshon nga një person te tjetri, thotë shehu. Siguria e Zeidit nuk është si siguria e Amrit. Madje, edhe te i njëjti person, siguria mund të shtohet. فلذلك قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام. Prandaj thotë shehu, për këtë arsye Allahu i plot fuqishëm ka thënë për Ibrahimin alayhi salam: "Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kayfa tuhil mauta." Dhe përkujto kur Ibrahimi tha: "O Zoti im, më bëj mua të shoh se si ti i ngjall të vdekurit." Qala awalam tu'min. Ai tha: "A nuk besove?" Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ai tha: "Po, domethënë besoj, por që zemra ime të qetësohet." Thotë Sheikh Sulemani: "Qala al-ulama ay liyazdada yaqinan." Thotë shehu, dietarët kanë thënë, domethënë që të shtohet bindja dhe siguria. Pra vëllezër të nderuar, Ibrahimi alayhi salam dëshironte thjesht të ngritej në gradë më të lartë në besim, jo sa ai ishte në dyshim. Më pas thotë shehu, "Walihadha qala al-ulama inna al-'ilm ala 3 darajatin." Ala 3 darajatin. Prandaj dietarët kanë thënë se dituria ka 3 shkallë. El-ula ilmul yaqin. E para është ilmul yaqin, është dituria e sigurt. E-thania ainul yaqin. E dyta është ainul yaqin, është syri i sigurt. E-thalitha haqqul yaqin. E treta është haqqul yaqin, e vërteta e sigurt. Shkalla e parë e diturisë, e cila ishte dituria e sigurt, është ajo që njeriu e mëson përmes lajmit, përmes njoftimit, përmes haberit. Nëse njeriu e mëson një gjë përmes transmetimeve mutawatir, pra transmetimeve që janë aq të shumta sa që është e pamundur të fabrikohet e të shpifet, ose përmes transmetimeve thotë shehu ahad, pra që nuk arrin në gradën e transmetimit mutawatir, ose përmes transmetimeve ahad të transmetuar përmes njerëzve të drejtë e të besueshëm, atëherë ai fiton nëpërmjet saj diturinë e sigurt. Thotë shehu, ai fiton nëpërmjet kësaj diturinë e sigurt. Wa ainul yaqin ma shahadahu bil basar. Shkalla e dytë e diturisë, e cila ishte syri i sigurt, është ajo që njeriu e sheh me syrin e tij, thotë shehu. Ndërsa shkalla e tretë, wa haqqul yaqin ma basharahu wa wajadahu. Ndërsa shkalla e tretë e diturisë, e cila ishte e vërteta sigurt, është ajo që njeriu e përjeton dhe e prek vetë. Wa yadhribu ulama'una mathalan li hadha fa yaqulun. Dietarët thotë shehu, dietarët tan japin shembull për këtë duke thënë: "Ilmul yaqin ka ilmina al-yawm bil janna." Dituria e sigurt është si dituria jon sot për xhenetin. Të gjithë ne, thotë shehu, besojmë në xhenet me bindje të plotë e të sigurt, pa asnjë dyshim. Kjo është dituria e sigurt, thotë shehu. Wa ainul yaqin huwa ilmul mu'min bil janna idha ra'aha yawm al-qiyamah. Ndërsa syri i sigurt është dituria e besimtarit për xhenetin kur ta shoh atë ditën e Kiametit. Kur xheneti do të afrohet për njerëzit e devotshëm dhe besimtarët do ta shohin atë. Atëherë ata arrin syrin e sigurt. Wa amma haqqul yaqin fa huwa ilmul mu'min bil janna idha dakhaluha, thotë shehu. Ndërsa vërteta e sigurt është dituria e besimtarit për xhenetin kur të hynë në të. Baron këtu fjala e Sheikh Suleman Rohelit. Tani them në lidhje me këtë fjalë të Sheikh Suleman Rohelit, Allahu ruajt, se shembull tjetër në lidhje me këto 3 shkallë është shembulli kuranor për diturinë e sigurt për zjarrin e xhehenemit, për syrin e sigurt për shikimin e zjarrit të xhehenemit dhe për të vërtetën e sigurt për përjetimin e zjarrit të xhehenemit. Sa për 2 të parat, pra për diturinë e sigurt dhe syrin e sigurt për zjarrin e xhehenemit, kjo tregohet në surën At-Takathur. Ku thot Allahu i pastër nga çdo emet, Alhaakumut takathur. Juve ju shkudesi përpjekja për shumim. Domethënë, ju shkudesi nga adhurimi i Allahut përpjekja për shumimin e pasurisë, fëmijëve dhe pozitës. Më pas thot, hatta zurtumul maqabir. Derisa të vizitoni varret,
Domethënë, derisa të vdisni e të shkoni në varre. Kella sawfa ta'lamun. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta dini e do ta kuptoni më vonë. Thumma kella sawfa ta'lamun. Përsëri jo, jeni në gabim, thot. Më vonë do ta kuptoni e do ta dini. Kella law ta'lamuna 'ilma al-yaqin. Jo, thot. Sigur ta dinit me dituri të sigurt. Shikoni si përmendet në këtë ajet dituria sigurt. Thot, kella law ta'lamuna 'ilma al-yaqin. Jo, thot, sigur ta dinit me dituri të sigurt, domethënë nuk do të vepronit kështu. Domethënë, nuk do të shkudesnit nga kjo botë duke i kthyer shpinën përgatitjes për botën tjetër. Vëni re këtu se është përmendur shkalla e parë e diturisë, e cila është dituria e sigurt. Më pas thot, latarahun al-jahim. Ju sigurisht do ta shihni xhahimin, zjarrin e xhehenemit. Thumma latarahunha 'ayn al-yaqin. Më pas ju do ta shihni atë me 'aynul yaqin, me syrin e sigurt. Dhe pikërisht kjo vëllezër është shkalla e dytë e diturisë. Është syri i sigurt. Sa për të vërtetën e sigurt, pra gradën e tretë të yakinit, sa për të vërtetën e sigurt, në lidhje me përjetimin e zjarrit të xhehenemit, Allahu i lartësuar nga çdo mëtet thot në surën Al-Waqi'a, wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin, por nëse ai në agoni është nga përgënjeshtruesit e humbur, fanuzulun min hamim. Fanuzulun min hamim. Ai do të gostitet me ujë të vluar. Wa tasliyatu jahim. Dhe të përcollohet në zjarrin e flakëruar të xhehenemit. Inna hadha lahu haqqul yaqin. Më të vërtetë kjo është haqqul yaqin. Është e vërteta e sigurt. Pra vëllezër të nderuar, në këtë përmendet grada e tretë e diturisë, e cila është haqqul yaqin, e vërteta e sigurt. Prandaj vëllezër të nderuar, Allahu i lartësuar thot në një ajet tjetër për banorët e zjarrit, fa wailu yawma idhil lil mukaththibin. Mirimi i madh do të jetë atë ditë për përgënjeshtruesit, pra për mohuesit. Alladhina hum fi khawdi yal'abun, të cilët luajnë të zhytur në besimet e kota. Yawma yud'auna ila nari jahannam da'a. Ditën kur me rëmbim shtyhen në zjarrin e xhehenemit. Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun. Dhe do të thuhet, ky është zjarri që e keni mohuar. Afasihrun hadha am antum la tubsirun. Do të thuhet, a mos është kjo ndonjë magji? Apo nuk po shikoni? Domethënë vëllezër, a mos nuk ju mjaftoi syri i sigurt, duke thënë se syt na janë magjepsur, na janë bërë magji syve, dhe se kjo është thjesht një iluzion i syve? Apo mos është kjo magji? Apo nuk po shikoni? Nga se jeni verbuar, ashtu sikur se ishit të verbër në këtë botë. Mirë po ata vëllezër, ata janë duke përjetuar me të vërtetën e sigurt. Ata janë duke u përcjelluar në zjarrin flakëruar të zjarrit të xhehenemit. Prandaj dhe thuhet më pas, eslauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum. Përcollohuni në të. Duroni apo nuk duroni është njësoj për ju. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Nuk shpërbleheni me gjë tjetër veçse për atë që keni bërë. Për atë që keni vepruar. Andaj o vëllezër musliman, kjo nuk mund të jetë ndryshe veçse e vërtetë e sigurt, që nuk ka as pak dyshim në të. Më pas, Sheikh Sulejman Roheli Allahu ruhet, thot në vijim të fjalës që përcolla më parë, wa kulluhu ilmun wa kulluhu yaqin. E gjitha kjo është dije, e gjitha kjo është yaqin, është siguri, është bindje. Lakinnahu yazdadu darajatan ba'da darajah. Por ajo shtohet nga një shkallë në tjetrën. Fa hadha huwa al-'ilm 'inda ahli al-'ilm. Kjo është dituria sipas njerëzve të dijes. Kjo është dituria sipas dietarëve. Al-martabatu ath-thaniya, shkalla e dytë është galabatu dhann, është mbizotërimi i mendimit të shehu. Është galabatu dhann. Çfarë është galabatu dhann? Çfarë është mbizotërimi i mendimit? Thot shehu, wa huwa idraku shay
مع احتمال ضده احتمالا ضعيفا. Mbizotërimi i mendimit thot është konceptimi i diçkaje, perceptimi i diçkaje, njohja e diçkaje, duke ekzistuar edhe mundësia të kundërtës, por me një mundësi të dobët. Është konceptimi i diçkaje duke ekzistuar edhe mundësia të kundërtës. Pra, ekziston mundësia që mos jetë ashtu sikur se ke mësuar, por me një mundësi të dobët. Pra, kjo mundësi është e dobët. Thon dietarët bil mithali tattadih al-maqal, sikur si u thash më parë. Nëpërmjet shembullit kuptohet fjala. Thot shehu Allahu ruhet, më pas thot, "Mathalan, për shembull, law haddathana thiqa na'rifuhu bi khabar min al-akhbar", nëse na tregon një njeri besueshëm një lajm prej lajmeve dhe thot se ka ndodhur kjo apo ajo, në këtë rast çfarë përfitojmë ne? Ne përfitojmë konceptim, përfitojmë perceptim, përfitojmë njohje për atë lajm, për atë njoftim. Megjithatë thot shehu, megjithatë ekziston mundësia që ai të ketë gabuar ose të ketë gënyer, por kjo mundësi të një personi besueshëm është i dobët. Kjo quhet galebetu dhann. Kjo quhet mbizotërim i mendimit. Kjo lidhet me lajmet, me njoftimet, me haberet dhe çështjet e njerëzve në këtë dynja. Në lidhje me spekulimet filozofike dhe ekzistencën e mundësive, do të përcjellim më vonë inshallah fjalën e Sheikhut Uthaymeenit. Ndërsa këtu do të plotësojmë inshallah fjalën në vijim të Sheikh Sulejman Ruhailit ku thotë: "Al-martabatu thalitha", shkalla e tretë është adh-dhann, është hamendja. Çfarë është hamendja? Çfarë është adh-dhann? Thotë shehu: "Wa huwa idraku shay'in ma ihtimali dhiddihi ihtimalan marjuhan." Është hamendja është konceptimi i diçkaje duke ekzistuar mundësia të kundërtës, por si mundësi më e dobët. Konceptimi i diçkaje duke ekzistuar mundësia të kundërtës, pra mundësia për të qenë kjo hamendje e gabuar ekziston, por kjo mundësi është më e dobët se sa ajo për të cilën hamendson. Thot tani shehu: "Wal farqu bayna galabati adh-dhann wa adh-dhann an ihtimal ad-didd fi galabati adh-dhann da'if." Cili është dallimi ndërmjet mbizotërimit të mendimit dhe hamendjes? Thot shehu, dallimi mes mbizotërimit të mendimit dhe hamendjes është se te i pari mundësia të kundërtës është shumë e dobët, ndërsa te i dyti mund të jetë më e fortë, por prapse prap nuk arrin të mbizotërojë. El-martabatu ar-rabi'a, shkalla e katërt thot shehu, është eshek, është dyshimi. Çfarë është dyshimi? Thot shehu: "Wa huwa idraku shay'in ma ihtimalin musawin." Thot, dyshimi është konceptimi i diçkaja me dy mundësi të barabarta. Kema yaqulu al-ulama, siç thon dietar thot, huwa tasawi al-ihtimalain. Është barazia e dy mundësive. Është barazia e dy mundësive. Më pas shehu jep shembull. Për shembull thot, një njeri thot: "E kam falur namazin e drekës, por dyshoj nëse kam falur 3 rekate apo 4. Në këtë rast i themi: "Cila të duket më saktë?" Ai thot: "Nuk mund të jap përparësi asnjëres. Të dyja janë të barabarta për mua. Mund të kem falur 3, mund të kem falur 4." Çfarë quhet kjo? Kjo quhet shek, kjo quhet dyshim. Walakin law qala lana adhunnu anni sallaytu 4, thot shehu, por nëse ai thot, më duket se kam falur 4 rekate. Wa ashukku anni sallaytu 3, dhe dyshoj se mos kam falur 3. Atëherë thot shehu, mendimi se ka falur 4 është hamendje, është dhann, është hamendje. El-martabatu al-khamisa, shkalla e pestë, është el-wahm, është iluzioni. Çfarë është wahmi? Çfarë është iluzioni? Iluzioni është wa huwa idraku shay'in ma ihtimalin diddin rajih. Thot shehu, iluzioni është konceptimi i diçkaje duke qenë më e fortë mundësia të kundërtës. Pra vëllezër, çfarë është iluzioni? Është konceptimi i diçkaje duke qenë më e fortë mundësia të kundërtës. Pra, ke anuar më shumë tek e kundërta e asaj çka është realisht gjëja. E ke konceptuar diçka duke qenë mundësia e kundërt më e fortë. Për shembull,
Shef në fund të rrugës, në udhtim, sigur ka pellk me ujë dhe kujton se kjo është ujë. Nëse thua, ajo është ujë, këtu kemi të bëjmë me ignorancë të përbërë. Nëse thot, ajo është ujë, kjo është ignorancë të përbërë. Nga se nuk e din realisht si që është, por gjithashtu nuk e din se nuk e din dhe thua se është ujë, ndërkohë që nuk është ujë. Ama, nëse thot, mua më duket se është ujë, por nuk jam i sigurt se është ujë, atëherë kjo quhet iluzion. Të duket sikur është ashtu, por nuk është ashtu. Kur shkon në fund të rrugës, nuk gjen asnjë pellk me ujë. Nëse Sheikh Sulejman Roheli Allahu ruajt, jep një shembull tjetër për iluzionin dhe thot, mithlu me kulna, si në shembullin e mëparshëm. Nëse vjen dikush që ka falur drekën dhe thot, dyshoj, nëse kam falur 3 apo 4 rekate, dhe kur e pyesim cila të duket më e mundshme, ai përgjigjet më duket se kam falur 4. Thot që e tani, atëherë mundësia që ai të ketë falur 3 është wahm, është iluzion, sepse është mundësi e dobët dhe e papërfillshme. Pra wahmi, iluzioni, është e kundërta e dhannit, është e kundërta e mendimit. Thot shehu, hadhihi maratibul idrak allati yadhkuruha ulama'una fi kutubihim. Këto janë shkallat e perceptimit, e konceptimit që dietarët tan i përmendin në librat e tyre. Wa qawlul musannif rahimahullah i'lam, fjala autorit Allahu mëshiroft thot shehu, dije, tu fjala dituri përdoret në kuptimin e saj të plotë, thot. El-ilm hunahu ala babihi. Dituria këtu përdoret në kuptimin e saj të plotë. Pra, ajo që përmendet në këtë libër, thot shehu, fal-madhkur fi hadha al-kitab yajibu i'tiqaduhu i'tiqadan jaziban la yatatarraqu ilayhi ihtimal. Pra, thot shehu, ajo që përmendet në këtë libër duhet besuar me bindje të prerë, pa hyrë asnjë mundësi e kundërt. Nga çfarë është në realitet? Çfarë tham në fillim në lidhje me përkufizimin se çfarë është dituria? Tham se dituria është idraku shay'i ala haqiqatihi. Është konceptimi i diçkaje ashtu siç është në realitet. Idrakan jaziman la yahtamilu ma'ahu an-naqid. Me një konceptim të sigurt që nuk ka mundësi të jetë ndryshe. Pra, përjashtohet për fjalës së autorit Allahu mëshiroft në fjalën e tij. Di Allahu të mëshiroft se ne kemi obligim të mësojmë 4 çështje, përjashtohen për kësaj dyshimet dhe iluzionet, që mund të vinë në përmend disa njerëzve, nga se këto nuk janë dituri. Dyshimi dhe iluzioni nuk janë dituri. Sheikhu Dhamini Allahu mëshiroft thot në shpjegimin e Hilyatul Talib al-Ilm të Sheikh Bekr Abu Zeidit, në faqen 205, thot, wa awsa biha Sheikhul Islam Ibn Taymiyah tilmidhahu Ibn al-Qayyim rahimahullah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyah këshilloi e porositi nxënësin e tij Ibn Qayyim al-Jawziyya Allahu mëshiroft me fjalën la taj'al qalbak isfinja. Mos e bëj zemrën tënde si sfungjer. Yaqbal wa yashrabu kull ma warada alayhi. Që pranon dhe thith çdo gjë që i vjen. Walakin ij'alhu zujaja safia tubayyin ma wara'aha. Por bëje si një gotë për xhamit të pastër që tregon se çfarë ka pasaj. Tubayyin ma wara'aha wala tata'atharu bima yaridu 'alayha. Dhe nuk ndikohet dhe nuk depërton tek ajo gjëja që bie mbi të. Thotë Sheikhu Dhamini tani, wa hadha mathalun jayyidun min Sheikhul Islam rahimahullah. Ky është një shembull i mirë nga Sheikhul Islam, Allahu mëshiroft. Një gotë për xhamit të pastër, nëse bie uji në dytë dhe ndos sipërfaqen e jashtme të saj, të gotës, kjo nuk e turbullon atë që është brenda saj. Uji i dobishëm që gjendet brenda saj, pra brenda gotës, mbetet i dukshëm, i qartë, i pastër. Fa ba'du an-nas yakun qalbuhu kal isfinja fashihu. Disa njerëz e kanë zemrën si sfungjer. Çdo gjë i fut në dyshim dhe ndikohet prej saj. Më pas shehu tregon një ngjarje dhe thot, një grua nga Jemeni thot, i tha Abdullah ibn Umerit radhiyallahu anhu, kur e pyetën atë për disa çështje. Ajo tha, ja Aba Abdurrahman, ara'ayta in kana kadha wa kadha? Thot kjo gruaja nga Jemeni, o Abu Abdurrahman, o Abdullah ibn Umar,
Po sikur të jetë kështu e kështu, po sikur të jetë kështu e kështu, ndërsa Abdullah ibn Umayr çfarë i tha? Ai u përgjigj dhe i tha: "Ij'al ara'ayta fil Yemen." Këto po sikur lëri në Yemen. Domethënë, këto po sikur të jetë kështu e ashtu, lëri në Yemen, lëri larg nesh. Thot Sheikhu Thamini, "Kathiru minan nas yakun qalbuhu ghayra mustaqir, yuridu shubuhat." Shumë njerëz e kanë zemrën të paqëndrueshme dhe sjellin dyshime. Dietarët, Allahu i mëshiroft, kanë thënë një fjalë të vërtetë, thot Sheikhu. Çfarë është kjo fjalë e vërtetë? Ata kanë thënë: "Annana law tawa'na al-iradat al-aqliyya lama baqiya 'indana nassun illa wa huwa muhtamalun mushtabah." Thot se këta dietarë kanë thënë, sikur ne të bindeshim të gjitha kundërshtimeve, mundësive dhe spekulimeve mendore, po sikur të jetë kështu, po sikur të jetë ashtu, atëherë, thot Sheikhu, nuk do të na mbetej asnjë tekst pa u bërë i dyshimt dhe i interpretuar në mënyrë të ndryshme. Okej, çfarë kemi obligim? Çfarë kemi obligim? Thot Sheikhu Thamini, Allahu mëshiroft, në vijim: "Walihadha kana as-sahabë radhiyallahu anhum ya'khudhuna bi dhahiri al-Qur'an wa bi dhahiri sunnah." Për këtë arsye, sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, merrnin kuptimin e jashtëm të Kur'anit dhe të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wala yaquluna ibarat al-mujadilin law qala qa'il. Dhe nuk përdorin shprehjet e debatuesve. Nëse thot do kush kështu ashtu, atëherë ne themi kështu ashtu. فإن كان الإراد قويا أو كان هذا الإراد قد أورد من قبل، ndërsa thotë Sheikhu, nëse një kundërshtim është i fortë, ose është përmendur më parë nga të tjerë, atëherë njeriu e studion dhe shqyrton atë. Amma an yufakkir fi hadith, thotë Sheikhu, sa për atë që dikush mendon rreth hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, veprat janë vetëm sipas qëllimeve dhe çdo njeri do të ketë atë që ka pasur për qëllim, dhe vjen e thot, a nuk është e mundur që me fjalën veprat të shprehur në hadith të synohet vetëm adhurimet bazë si namazi, zakati, agjërimi dhe haxhi, thot, ndërsa adhurimet degëzime nuk kanë nevojë për njet. Kjo mund të imagjinohet si një mundësi mendore, thot. Pastaj ai ndërton mbi këtë mundësi që ai i solli vetes edhe mundësi të tjera. Shiko çfarë thot tani Sheikhu Thamini. Thot: "Wa ma akthara hadha fi ba'd an-nas." Sa shumë gjendet kjo tek disa njerëz. Thot: "Tajidu da'iman yurid iradat." I sheh gjithmonë duke ngritur supozime, kundërshtime. Po sikur të jetë kështu, po sikur të jetë ashtu, kjo ka mundësi të jetë edhe ashtu. Mirë po, ku qëndron problemi këtu? Thot Sheikhu: "وهذا في الواقع ثلم عظيم في تلقي العلم." Thot Sheikhu, në realitet, kjo është një defekt i madh në mënyrën e marrjes së dijes. Pra këtu është e gjithë pleçka, o vëllezër, në mënyrën e marrjes së dijes. Prandaj, thot Sheikhu, lëri këto mundësit dhe ec sipas kuptimit të qartë e të jashtëm të tekstit. Qoftë nga Kur'ani apo Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Fa huwa al-asl, sepse ai është parimi bazë. Okej. Cili është argumenti se ne duhet të sillemi në këtë mënyrë? Për këtë thot Sheikhu Thamini, Allahu mëshiroft, në vijim: "Iqra'u sirat an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirat as-sahaba wal ahadith tajiduna al-mas'ala ala dhahiriha." Lexoni jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam, jetën e sahabe dhe hadithet, do ta gjeni çështjen të kuptuar sipas kuptimit të saj të drejtë për drejtë, sipas kuptimit të saj të jashtëm. Ma kanu yuridun, thot. Ata nuk sishin këto kundërshtime, këto spekulime mendore, këto mundësi. Mbaron këtu fjala e Sheikhu Thaminit, Allahu mëshiroft. Pra, vëllezër musliman, duhet të mos ndjekim spekulimet që na thon mendjet, po sikur të jetë kështu apo ashtu, po sikur të ketë për qëllim kështu ashtu. Çfarë tha Sheikhu Thamini, Allahu mëshiroft? Wa qad qala al-ulama rahimahullah qawlan haqqan. Dietarët, Allahu mëshiroft, kanë thënë një fjalë të vërtetë. Cila është kjo fjalë e vërtetë? Kanë thënë, sikur ne të bindeshim të gjithë kundërshtimeve, mundësive dhe spekulimeve mendore, nuk do të na mbetej asnjë tekst pa u vënë në dyshim, pa u bërë dyshim dhe i interpretuar në mënyra të ndryshme. Çfarë është obligimi jon? Për obligim është mësimi i diturisë
kapja pas teksteve siç janë në pamjen e tyre të jashtme, përveç nëse vjen ndonjë argument fetar që tregon se teksti nuk është në pamjen e saj të jashtme. Ky është obligimi i muslimanit. Tani le të kthehemi te fjala e Sheikh Sulejman Rohelit Allahu ruajt, ku thot në vijim të fjalës që përsollëm më parë, thot wa qawlu al-musannif rahimahullah i'lam, fjala e autorit Allahu mëshiroft, dije al-ilm huna ala babihi. Ktu fjala dituri përdoret në kuptimin e saj të plotë. فالمذكور في هذا الكتاب يجب اعتقاده اعتقادا جازما لا يتطرق إليه احتمال. Ajo që përmendet në këtë libër është obligim dhe duhet besuar me bindje të prerë, pa hyrë asnjë mundësi e kundërt nga ç'është në realitet. Gjërat që do të përmenden më vonë, inshallah, duhet të besohen me bindje të sigurt që nuk ka mundësi të jetë ndryshe nga ç'është në realitet. Mbaron këtu fjala Sheikh Sulejman Rohelit. Pra, nga fjala autorit Allahu mëshiroft në mënyrën urdhërore, i'lam, dije, përjashton ignorancën me dy llojet e saj. Ignorancën e thjesht dhe ignorancën e përbërë. Po gjithashtu përjashton edhe dyshimin, iluzionin dhe hamendjen. Domethënë, kur thuat në mënyrën urdhërore, dije, Allah të mëshiroft se ne kemi obligim të mësojmë katër çështje, çfarë nënkuptohet për kësaj? Ajo çka nënkuptohet për kësaj është mos i injoro këto çështje. Mos i në ignorancë në lidhje me këto çështje. Mos i thjesht në hamendësim në lidhje me këto çështje. Mos i në dyshim ndaj tyre. Mos i në iluzion kashit tyre. Të gjitha këto nënkuptohen nga fjala e autorit Allahu mëshiroft në mënyrën urdhërore, dije. Nga se sikur se ju thashmë më parë, urdhri për diçka është ndales për të kundërtën e saj. Këtu o vëllezër të nderuar, na bëhet me dije dobia në përmendjen e shkallëve të konceptimit që përmendin më parë Sheikh Sulejman Roheli Allahu ruajt. Gjë të cilën nuk e ka përmend vetëm ai, por edhe Sheikhu Udhaymini Allahu mëshiroft. Mirë, po duke qenë se te fjala e Sheikh Sulejmanit kishte shembuj shtesë që ndihmojnë në kuptimin e përkufizimit të secilës shkallë, prandaj përmenda fjalën e tij. Më pas, Sheikh Sulejman Roheli Allahu ruajt tregon arsyeën pse autori ka ardhur me këtë mënyrë urdhërore në shprehje, pra me fjalën dije. Thot shehu në vijim të fjalës që përcollëm më parë, wa kalimatu i'lam inma yuqaddimuha al-ulama fi al-umur al-'azima. Fjala e autorit Allahu mëshiroft, dije, dietarët e përdoren vetëm për çështje madhore, të cilat muslimani nuk mund t'i injorojë dhe nuk arsyetohet me ignorancë. Pra për padije ndaj tyre. Thot, fa idha wajadta fi ibarati alimin au kitabi alim i'lam fantabih. Prandaj thot shehu, kur gjen në fjalën e një dietari ose në librin e tij shprehjen dije në mënyrë urdhërore, kushto vëmendje. Veri veshin. Pse? Fa inma yali dhalika fi al-ghalib min al-masail al-'azima allati la budda min al-'inaa biha. Sepse zakonisht pas saj vijnë çështje shumë të rëndësishme që kërkojnë kujdes dhe rëndësi të madhe. Për këtë arsye, autori Allahu mëshiroft tha i'lam dije, sepse çështjet që përmenden më pas janë shumë të mëdha dhe të rëndësishme. Mbaron këtu fjala e Sheikh Sulejman Rohelit Allahu ruajt. Pra vëllezër musliman, kjo ishte arsye pse autori ka ardhur me këtë shprehje në mënyrën urdhërore me fjalën dije. Më pas, autori Allahu mëshiroft thot, i'lam rahimakallah, dije Allahu të mëshiroft. Këtu, autori lutet për lexuesin që Allahu i lartësuar nga çdo emet ta mëshirojë atë. Sikur ai me fjalën e tij, Allahu të mëshiroft, po lutet gjithashtu që Allahu i lartësuar t'ia mësojë lexuesit çështjet e përmendura në këtë libër. Nga se, siç ju përmenda, siç ju sqarova në mësimin e kaluar, se mësimi i fesë islame ka lidhje të madhe me mëshirën e Allahut. Allahu i lartësuar në Kur'an, në surën Ar-Rahman, thot Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, i gjithë mëshirshmi i mësoi Kur'anin, domethënë njeriu. Gjithashtu në surën Al-A'raf thot wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dhe kur të lexohet Kur'ani, dëgjoni me vëmendje dhe heshtni në mënyrë që të mëshiroheni. Të mëshiroheni me çfarë? Me mësimin e Kur'anit. Andaj o vëllezër të nderuar, është e përshtatshme
që autori të lutet për lexuesin, të lutet për nxënësin, që Allahu ta mëshirojë, që Allahu t'ia mësoj këtë libër që përmban çështje të përfituara nga Kur'ani i Madhëshëm, sikurse do ta sqaroj inshallah në vijim të shpjegimit të këtij libri. Gjithashtu o vëllezër musliman, kjo është metodologjia e profetëve në thirrjen për tek Allahu i Madhëshëm. Thotë Sheikh Sulejman Ruhaili Allahu rujt në komentimin e këtij libri të bekuar, thotë: "Qala i'lam rahimakallah." Ai pra autori Allah më shiroft ka thënë: "Dije Allah të më shiroft. Hadha du'aun." Kjo është një lutje. Yukhatibul qulub. Dhe kjo lutje u drejtohet zemrave. Wa lahu atharun ajib fi qulubin nas. Ajo ka një ndikim të mrekullueshëm në zemrat e njerëzve. Wa hadha ad-du'a mush'irun bish-shafaqa war-rahma. Dhe përçon ndjenjen edhe mshurisë dhe mëshirës. Përçon ndjenjen edhe mshurisë dhe mëshirës. Kjo thotë shehu është një nga metodat madhështore të thirrjes për tek Allahu subhanahu wa taala. Nxënësit e dijes duhet i kushtojnë vëmendje kësaj metode, e cila synon të ndikojë në zemrat e njerëzve, duke u folur atyre me shprehje që prekin ndjenjat e tyre. Kur thot autori Allahu më shiroft, "I'lam rahimakallah", di Allahu të mëshiroft, kjo të bën të ndjesh se ai është i dhëmshur dhe i mëshirshëm ndaj teje, sepse po lutet që Allahu të mëshirojë. Wa hadha al-uslub yanbaghi an yasta'milahu ad-da'iya fi nushi. Kjo metodë duhet të përdoret nga thirrësi, nga davetçiu, kur këshillon, kur urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja. Ai duhet t'ia bëjë të qartë se po e mëshiron, po ndjen dhe mshuri. Po ndjen dhe mshuri për të, dhe ka frikë për të nga dënimi i Allahut. Në këtë rast të fjalës së Sheikh Sulejmanit Ruhailit, më kujtohet një situatë me vllajën tim, Allahu na uzoft mua dhe atë, ku unë isha në një supermarket me të në Itali. Atë ditë ai bleu disa gjëra në këtë supermarket. Dhe më kërkoi të mbaj disa qese dhe t'i dërgoja në makinën e tij. Problemi që ndodhte se në këto qese o vëllezër kishte shisha alkooli që ai i konsumonte. Unë atë moment refuzova t'i mbaj. Kur shkuam te makina, më kërkoi arsyen pse nuk i mbajta këto shishe alkooli. Ndërsa unë i thash se këto shisha alkooli të çojnë deri në atë grad, deri në atë pikë që ta heq mendjen, ta heq logjikën. Dhe unë nuk dua që të ndihmoj për diçka që ty ta heq logjikën. Kjo për dëmshurinë time ndaj ti, jo në formë arrogancë ndaj ti. Njeriu vëllezër duhet të sqarojë tjetrit kur e ndalon nga e keqja, apo kur e urdhëron për të mirë. Duhet të tregojë dëmshurinë e tij ndaj personit të këshilluar. Thotë Sheikh Sulejman Ruhaili: "Wa hadha al-uslub yanbaghi an yasta'milahu ad-da'iya fi nushi." Kjo metodë duhet të përdoret nga thirrësi kur këshillon, kur urdhon për të mirë dhe ndalon nga e keqja. Ai duhet t'ia bëjë të qartë atij që e fton se e mëshiron, ndjen mëshirë, ndjen dhe mshuri për të, dhe ka frikë për të nga dënimi i Allahut. Wa hadha min asalib al-anbiya alayhim as-salam fi da'watihim. Kjo është një nga metodat e profetëve në thirrjen e tyre, thotë Shehu. Qala ta'ala an Nuh alayhis salam, Allahu Rasul ka thënë për profetin Nuh alayhis salam: "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi." Ne dërguam Nuhun te populli i tij. Fa qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Dhe ai pra Nuh alayhis salam tha: "O popullim, adhurojeni Allahun, ju nuk keni ndonjë të adhuruar tjetër me drejt përveç tij. Inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim." Unë me të vërtet kam frikë për ju nga dënimi një dite të madhe. Thotë Shehu, fa bada'a bi qawlihi ya qaum. Pra, ai Nuh alayhis salam e filloi fjalën me shprehjen e dashur. Uslubu muhabbab, thotë Shehu. Shprehje dhe metodë e dashur, o populli im. Pastaj tha: "Inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim." Unë me të vërtet kam frikë për ju nga dënimi një dite të madhe. Domethënë, thirrja ime ndaj jush buron nga frika ime për ju, jo nga mendimësia apo
arroganca apo tirania, por nga shqetësimi dhe kujdesi për ju. Wa qala an Hud alayhi salam, po ashtu ka thënë Allah subhanahu wa taala për profetin Hud alayhi salam, sa ai ka thënë: "Ubelligukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin." Unë ju përcjell mesazhet e Zotit tim dhe jam për ju këshilltar besnik. Tekstet e tjera janë shumë të shumta, thotë shehu. Jo të shumta, por shumë të shumta, thotë. Kathiratun jiddan. ولا شك أن مخاطبة المنصوح بما يثير العاطفة في قلبه من العبارات الشرعية أدعى إلى الاستجابة. Nuk ka dyshim, thotë shehu, se ti drejtohesh atij që këshillohet me shprehje fetare që zgjojnë ndjenjat në zemrën e tij, është më afër pranimit, më larg refuzimit dhe më depërtuese në zemër. Prandaj autori Allahu mëshiroft e filloi librin e tij me këtë shprehje të dashur: "I'lam rahimakallah." Dije Allahu të mëshiroft. Mbaron këtu fjala e Sheikh Sulejman Rohelit. Gjithashtu vëllezër, kjo do të jetë lidhja ndërmjet nxënësit dhe mësuesit. Kjo do të jetë lidhja ndërmjet nxënësit dhe mësuesit. Lidhje mëshire. Prandaj, hadithin e parë që dietarët i transmetonin nxënësve të tyre ishte hadithi ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Të mëshirshmit i mëshiron i gjithë mëshirshmi. Sheikh Saleh al-Sheikh, Allah ruajt, thot në shpjegimin e fjalës së autorit në faqen 12, thot: "Qala Sheikh rahimahullah fi awwal hadhihi ar-risala." Sheikhu Allah mëshiroft tha në fillimin e këtij libri: "I'lam rahimakallah aw i'lam rahimanillah wa iyyakum." Tha në fillim të këtij libri, di Allah të mëshiroft ose di Allah më mëshiroft mua dhe juve. Kjo thotë shehu, "Wa fi talattuf." Kjo përmban butësi dhe sjellje të mirë. Si dhe tërheq vëmendje se kjo dije ndërtohet mbi butësinë dhe mëshirën ndaj nxënësve, sepse ai lutet që Allahu ta mëshirojë atë që po mëson. Wa kana al-ulama yarun, thotë shehu, dietarët e hadithit e transmetonin dhe u përcjellin brezave pas tyre, atyre që kërkonin ijaze, pra leje transmetimi, transmetonin hadithin: "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Të mëshirshmit i mëshiron i gjithë mëshirshmi. وهذا الحديث هو المعروف عند أهل العلم بالحديث بالمسلسل بالأولية. Ky hadith thotë shehu, njihet te dietarët e hadithit si hadithi مسلسل بالأولية, pra hadithi i transmetuar me zinxhir, ku secili thotë se ky është hadithi i parë që dëgjohet nga shehu im. Lima, pse quhet kështu? لأن كل راو يقول لمن بعده, përgjigja është se çdo transmetues i thot nxënësit të tij: "Wa awwalu hadithin sami'tuhu minhu." Ky është hadithi im i parë që kam dëgjuar nga shehu im, nga mësuesi im. Fa ulama'u al-hadith yarun hadha al-hadith li talamidhihim. Prandaj dietarët e hadithit u transmetojnë nxënësit e tyre këtë hadith si hadithin e parë që dëgjonin për tyre: "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Të mëshirshmit i mëshiron i gjithë mëshirshmi. Në ijaze, në lejen e transmetimeve që japin mësuesit për nxënësit e tyre, thotë shehu, sheh se çdo sheh thot, më transmetoi filani dhe ky ishte hadithi im i parë që dëgjova prej tij. Pastaj ai thot për shehun e vet të njëjtin gjë. Shehu vet thot njëjtin gjë për shehun e tij. Derisa zinxhiri arrin te i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Të mëshirshmit i mëshiron i gjithë mëshirshmi. Mëshiron ata që janë në tokë, që ti mëshiroj ai që është në qiell. Qala al-ulama, dietar kanë thënë thotë shehu, "Sababu dhalik anna mabna hadha al-ilm ala ar-rahma." Dietar kanë thënë se arsyeja për këtë është se themeli i kësaj dije është mëshira. Wa natijatuhu ar-rahma fi ad-dunya. Fryti i saj, rezultati i saj është mëshira në këtë botë. Wa ghayatuhu ar-rahma fi al-akhirah. Dhe synimi i saj përfundimtar është mëshira në botën tjetër. ولهذا الشيخ رحمه الله نبه على ذلك تنبيها لطيفا دقيقا. Për këtë arsye thotë shehu Allah mëshiroft e përmendi këtë në një mënyrë të hollë dhe të bukur.
kur ka thënë i'lam rahimakallah, dije Allah të mëshiroft. Kjo është një lutje për nxënësin që Allah ta mëshirojë, sepse marrëdhënia midis mësuesit dhe nxënësit në procesin e mësimit, në procesin e të mësuarit, duhet të ndërtohet mbi mëshirë reciproke. Në mëshirë reciproke. Baron këtu fjala e Sheikh Saleh Ali Sheikh. Tani, vëllezër, dalim në çështjen se çfarë do thot rahimakallah, Allahu të mëshiroft. Çfarë do thot Allahu të mëshiroft? Për këtë, thot Sheikh Sulejman Roheli Avaruet në faqen 46 në shpjegimin e këtij libri, thot: "Wa ma'na rahimakallah afadha alayka min rahmatihi." Kuptimi i shprehjes Allahu të mëshiroft është Allahu të dhuroft dhe të derdh mbi ty mëshirën e tij. Wa du'a bir rahma idha ufrida fa ma'nahu al-istighfar. Kur lutja për mëshirë përmendet e vetme pa u shoqëruar me faljen, ajo ka kuptimin e kërkimit të faljes. Prandaj, kur thua rahimakallah, Allahu të mëshiroft, është sikur po thua Allahu të fal. Ose astaghfirullah lak. I kërkoj Allahut falje për ty. Thot shehu, fa rahmatu idha ufridat takun bi ma'na al-istighfar. Pra, kur fjala mëshirë përmendet e vetme, ajo nuk kupton faljen, kërkimin e faljes për atë person për të cilin ti po lutesh. Fa ma'na rahimakallah, kështu kuptimi i Allahut të mëshiroft është ghafarallahu ma madha min dhunubik. Është Allahu t'i fal gjunafet e kaluara të tua. Wa amma idha qurinat ar-rahma bil maghfira, por thot shehu, nëse mëshira përmendet me faljen, si në shprehjen Allah të mëshiroft dhe të falt, për shembull, thu për personin Allah të mëshiroft dhe të falt, atëherë kuptimi ndryshon. Falja ka të bëjë me gjunahet e kaluara, domethënë Allah t'i fal gjunahet që ke bërë më parë. Mëshira ka të bëjë me udhëzimin drejt së mirës dhe ruajtjen nga gjunahet në të ardhmen. Thot shehu, wa idha qulta liqa'in, nëse thua për një person rahimakallah wa ghafara lak, prandaj thot shehu, kur i thua dikujt Allah të mëshiroft dhe të falt, është sikur ti po thua Allah të fal gjunahet e kaluara dhe të ruajt në ditët që të ka mbetur. Ghafarallahu lak ma madha min dhunubik, hadha yatahaqqaq bi qawlik ghafarallahu lak. Allah të fal gjunahet e kaluara realizohet nëpërmjet shprehjes tënde Allahu të fal. Wa asamaka fima baqiya min ayyamik, dhe të ruajt në ditët që të ka mbetur, yatahaqqaq bi qawlik rahimakallah, realizohet nëpërmjet shprehjes tënde Allahu të mëshiroft. Fa hadha ma'na rahimakallah. Ky është kuptimi, thot shehu, i fjalës rahimakallah, Allahu të mëshiroft. Baron këtu fjala e Sheikh Sulejman Rohelit. Pra, kur fjala mëshirë përmendet e vetme, ajo nuk kupton kërkimin e faljes për personin për cilin po lutesh. Këtu autori Allahu mëshiroft ka thënë Allahu të mëshiroft. Kështu, kuptimi i fjalës së autorit Allahu të mëshiroft është Allahu t'i falë gjunahet e kaluara. Autori Allahu mëshiroft është lutur që Allahu t'ia falë gjunahet e kaluara lexuesit, nga se kur Allahu t'i falë gjunahet o vëllezër, atëherë kjo të bën ty më të denj për të dhënë drita e diturisë. Nga se sikur se ka thënë Imam Shafiu Allahu mëshiroft, shakawta ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Thot Imam Shafiu në këtë poezi, jam ankuar Waqi'as për memorin time të keqe. Kurse ai më orientoi në praktikën e gjunave, në praktikën e mëkateve. Ai më njoftoi se dituria është dritë, e kurse drita e Allahut nuk i jepet një gjunaqari, nuk i jepet një mëkatari. Pra vëllezër, kjo është një lutje e një mësuesi që ka dhe mshuri për nxënësin e tij, që Allahu t'ia falë gjunahet e kaluara në mënyrë që zemra e tij të pastrohet nga gjunahet e të jetë denj sa më shumë për pranimin e dritës së Allahut subhanahu wa taala, për pranimin e dritës sheriatike. Mjafton me kaq inshallah, nga se fjala në vijim e autorit ka një çik më zgjerim, kështu që inshallah do ta marrim pjesën tjetër të mbetur.
thot autori i'lam rahimakallah enhu yajibu alejna ta'allumu arba'i masail, di Allah të mëshiroj se ne kemi obligim të mësojmë 4 çështje. Pjesën se ne kemi obligim të mësojmë 4 çështje, inshallah do ta marrim herën tjetër. Mirë, pra, mjaftojmë me kaq inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.